Shqipëria ka zënë sërish faqet kryesore të mediave të huaja dhe këtë herë bëhet fjalë për revistën prestigjioze Geo. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Rama shkruan se historia dhe destinacionet e larmishme turistike të vendit ton kanë tërhequr dhe po tërheqin gjithnjë e më shumë vëmendjen e të huajve, duke ndikuar drejt për së drejti edhe në tërheqjen e turistëve. Këtë herë, revista e njohur franceze Geo Magazine i ka dedikuar një artikull vendit ton, duke e përshkruar si një destinacion të larmishëm me plazhe, male, natyrë magjepsëse, me një trashëgimi të pasur kulturore e historike, mbushur me ndikime greke, romake, bizantine, veneciane dhe osmane. Po ashtu përmenden kujtimet e Kanunit, një kot misterioz mesjetar nderi, si dhe ekstravaganca arkitekturore e Tiranës. E gjithë kjo ofertë turistike ka bërë që në 5 vjet Shqipëria të ketë një rritje prej 80% të numrit të vizitorëve të huaj, shkruan kryeministri Edi Rama në rrjetin social Facebook. Vendi ynë është konsideruar si një nga vendet më të bukura të Evropës, me një larmishmëri të kulturës, traditave dhe vendeve magjepsëse të saj.